Që ajo jeshilja ime që më karakterizon në çdo industri që a futur po dhe në jetë, është një pasion dhe një dëshirë shumë e madhe për të kuptuar psikologjinë, emocionet, sjelljen e njerëzve, personalitetin, mënyrën se si njerëzit sillen pse i bëjnë gjërat që bëjnë dhe një intensitet shumë i madh që unë kam për ta përkthyer këtë të kuptuar dhe këtë njohuri në ndihmë ndaj njerëzve për të ndërtuar atë që është gjë më e rëndësishme që ndikon dhe në lumturinë, po dhe në suksesin e jetë që janë marrëdhëniet. Më pak ego dhe më shumë për ullësi se mund të mësojmë dhe nga dikush që mendojmë se di më pak se ne. Kemi 20-30 vite, 50 në një industri, po mund dhe mos të dim asgjë, kështu që lidhen të halkat. Absolutisht.